Mirë më njësi. Mirë më njësi, më zotë janë dhe njësi. Përshëndetje të ju të gjoj me knejsi edhe për ju një ditë mbarë. 11 maj është shumë i rëndësishëm sepse ndajet shapi nga sheqeri. Në lidhje me integrimin po flasëm. Po pra, po diskutojmë në lidhje me integrimin. Pse në lidhje me integrimin? Sepse Shqipëria ka nevojë që të futet në Bashkimin Evropian si të gjitha vendet e tjera të Evropës. Sepse këtu është bërë, më falë për shprehjen rumtall, që kur u ndryshua sistemi. Tani unë kam ja dy gjëra të tjera. Patjetër. Unë dëgjoj të gjithë këta që dalën e bëjnë konferenca të premtojnë se do ha me luktë florite me të tjera. Po mirë më zotëri, si mu të premtosh ti që të hamë ky popull me luktë florit, kur vetëm ai, nuk ja them emrin fare, i kryetari i Partisë Demokratike në Tropoj ka vrarë me vjetra me qindra njerëz, dhe çështjet e tyre akoma s'janë hapur dhe nuk po diskutohen. E para. E dyta, si ka mundësi ti thotë zëvendës kryeministës që ti do të jesh 5 kate nën tokë. Në qoftë ajo do të jetë 5 kate nën tokë, ai do të ishte zhdukur për gjithmonë nga faqe dheu, sepse ka vrarë, ka prerë, ka djegur Shqipërinë, ka traktuar, ka bërë që nuk ka bërë, dhe si rinjë në këmbë. Dhe e fundit që kam, është i bëjthirje prokurorisë spakut e drejtësisë shqiptare, vendoseni veten tuaj në pozicionin e njerëzve më të ndershëm që jeni, më të besuar që ka besuar që popull shqiptare dhe qeveria e të tërë në radhë. Kupton, që janë këta njerëz që dalën edhe nga mëngjesi në mëngjes premtojnë. Ashtu kanë premtuar të rjetën dhe më së fundi i vranë, i preni, i dogjen, edhe s'është marrë asnjë mas. Më vjen shumë rënd që të bëj një njeri që kërkon të kthehet prapë kryetar i Partisë Demokratike, të kthehet kryeministër bashkë me Ilir Metën që kanë vjedhur dhe Florilin, edhe të thonë që Balluku do të vetë 5 kate në tokë. Imagjinoni që kulturë keme ne? Dakor. Jo, më zotëri, jo. Nuk pranohet. Edhe këto gjëra juve duhet të shikoni. Dhe fundit që kam. Aty dalën sa gazetare që përveç se shqiptarë së mund të jenë. Si mund të mbrosh një njeri që ka vrarë, ka prerë, e ka djegur, e ka përvëluar, e ka vrarë dhe njerëzit e tij në Tropoj, edhe të rish në krah. Jo, më zotëri, gazetari flet vetëm të drejtën e të drejtën. Kaq. Asgjë s'ka. Dakor, faleminderit. Të përshëndes pak për telefonatën, po gjëja zotëri me vëmendje edhe në njërë këto shprehjet që kanë kuptimin, kanë edhe simbolikën. Në kjo për shembull të ham me lukë floriri. Okej, kjo tregon le të themi gjithë simbolikën që do të ketë aq bollëk, aq mirë sa që edhe luga me cilën ne do të mbajmë ushqimin do të jetë floriri. Por personalisht po ta zbërthejmë pak ose po ta shohim pak në anën tjetër. Por të kenë qytetarë, të ketë populli të themi bollëk edhe gjërat mira për të ngrënë, po unë personalisht nuk doja fare lukë floriri, alumini apo edhe inoksi edhe në rregull do të ishte. E kuptoj gjithë simbolikën, po ta shohim pak se disa shprehje nuk e di, më vjen në mendje dhe i shoh pak edhe në aspekte tjera. Le të ketë bollëk, le të ketë mirëqenie, pa nuk ham me lukë floriri, me lukë inoksi apo edhe alumini bëhet puna njësoj.